Që nga vitet e trazuara të 80-tave në kohën e demonstratave studentore të Prishtinës, grupi Uskana u bë zërin kryengritjes dhe ndërgjegjes shqiptare. Kënga Uskana u shndrua në himnin e qytetit dhe sot është e pranishme në çdo ngjarje e kënduar nga të gjithë, nga brezat e vjetër deri te fëmijët. Me një stil unik që bashkon fuqinë e rokut modern me shpirtin e këngës popullore, Uskana krijoi identitet, qëndresë dhe vazhdimsi. Edhe pse të ndëshkuar dhe të përndjekur nga regjimi slav, ata nuk u zbrapsën kurrë. Përkundrazi, vazhduan të krijojnë, të këndojnë dhe të qëndrojnë në shërbim të kombit. Gjatë zgjedhjeve vendore të 2 nëntorit, grupi Uskana ishte sërish në teren, me një seri koncertesh për të tërgjegjësuar votuesit mbi rëndësinë e pjesëmarrjes dhe votës shqiptare. Sali Shabani, Nasir Ballazhi, Ilmi Shabani, Qamil Aliu dhe Safet Shabani janë madhështia e qytetit dhe krenaria jon kolektive. Andaj me respekt të veçantë, atyre u ndahet çmimi votra i vlerave artistike dhe muzikore. Uskana nuk është vetëm grup muzikor, Uskana është zë, histori dhe mision që vazhdon. Shumicën kur beti i mor